Shkopi i bardh nuk sheh, por i tregon botës se para nesh është dikush që ecën me guxim. Kjo ditë kujton rëndësinë e ndërgjegjësimit për personat me dëmtime të shikimit dhe të drejtën e tyre për lëvizje të lirë, pavarësi dhe dinjitet. Me këtë rast, zëvendës Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Mbrojtjes së Shëndetit, Ina Majko, u bë pjesë e projektit Dhuro Zërin, një nismë që synon t'u japë mundësi fëmijëve me probleme në shikim të njihen me përmbajtjen e librave përmes leximit me zë. Bashkohu dhe ti që zëri yt të bëhet drita e tyre, është mesazhi që shoqëron këtë nismë sensibilizuese. Dhe shërbime sociale falas. Pension invaliditeti, kompensime për energjinë dhe telefonin e shumë lehtësira të tjera të timore. Po punojmë për më shumë akses, për arsim cilësor, për punësim me dinjitet dhe pse jo një jetë totalisht të pavarur. Vitet e fundit janë hedhur hapa të rëndësishëm për përmirësimin e jetës së personave që nuk shikojnë, por nevojitet ende më shumë punë për të siguruar akses në shërbime, arsim, punësim dhe gjithëpërfshirje.